kaluar në një moment tjetër. Zona e zotëri do të vinë në vazhdim për të bashkëbiseduar me ne dhe për të kënduar e promovuar një këngë të re për ju, për ne, për të gjithë, zotëri Xhavit Bujupi. Xhavit, mirë se erdhe. Mirë se gjeta na jemi. Si e burin dhe? Mirë. Xhavit, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Në Odeon. Po makronon Oda jon. Që të prejardhje ka, Xhavit. Vërtet. Është fjale vjetër, pelazge, i lire, që do më thonë, shesh i fjales së mirë dhe këngës së bukur. Këtë përbajtje ka pas. Është quajt Odeon. Në Odeon ka qenë shesh ku të diturit kanë dalë atje në balë edhe kanë folë. Radha e parë, si amfiteatër ka qenë. Po. Radha e parë kanë qenë të diturit tjerë që kanë bë pyetje e pastaj mrapa, si kur në Panteon e ke pa, kanë qenë në qindra ullur dhe kanë dëgju, edhe kanë mësu. Kjo ka qenë forma. Prej aty, me që ishte shesh i fjales së mirë dhe këngës së bukur, u bë bazë e teatrit. Ku do që të shkosh në botë? E besoj edhe në Zvicër ku ke jetu një kohë, ka teatr Odeon. Pa tjetër e kam dëgju. Kjo është ajo. Mirë se gjeta në këtë ambient madhështor. Edhe para luftës, shkove në Zvicër. Realisht, bas ngjarjeve të fundit që ndodhen në Prekaz, kam qenë aty, edhe prej atyre ditëve u largova për arsye ndryshme, realisht shëndetësore, edhe përfundova në Zvicër. Në Zvicër. Ma e rëndë ka qenë ajo atje që kam qenë, me trup, e kam pas një ullë se kështu në banesën kur kam qenë, edhe instinktivisht e kam shiku para se mu këthy, e kësha shky këtë pjesën ku ullët njëri, të i najtë në karrik me në kom, edhe televizorin tonë, ku në të i përcjen gjare. Të i përcjen gjare, qëfar fundohë? Po kjo ishte ajo. Po deri me 5, 6, 7 mars ishe në Drenicë. Ishim Drenicën tonë. në varrim Edhe pse atje. ju bëju pëtjeni këtu, Lapushniku, jeni pak ma. Keni qenë kështu në pikë goditse, lëvizjet, se rruga kryesore aty. Une si student kam lëviz shumë në përëndim, Gjermani, kam pas fatin me jetu në një banes kolektive të gurbetgjive të ndryshëm, aty e kam njoft Basin Rif. Rifat Jashari. Po, jemi shoqnu, pastaj ka ardha Demi, kemi vizitu shpesh Homzën, Demin, familjen e tyne, çdo herë deri pak para luftës kur veç dolen në legalitet. Ke komuniku me Adem Jashari? Pa tjetër kam najt. Edhe me Homzën. E kam një përjetim shumë, se dis, a mundem këtu me thonë, kam udhëtur një herë një rrugë prej Minhenit, me një Renault 4, ke parasysh, me një dojtim ndjerë edhe e kanë jetë. Kemi udhëtu prej Minhenit, kemi orë në Kosovë, po maj e çuditshmja është se para se mu nis e ka qelë derën e banesës tam kur isha une, edhe më ka thonë 1 minutë veç, dola. Tha këtë pishtol me mulli, ata marrë me vetë. Thash nëse e din doja që ka me nga kerin, thash tut nëse na hetojnë në ftyrë. Për ndryshe, për mu mere. Edhe ja kom shti këtu, ja kom palu me një gjamper trash, si shok, pas ta i ka vesh majicën në këmishën si ishte vjesht. E kemi sjell atë revole prej Minhenit në Prekaz. Në Prekaz, i keni kalu kufit dhe së Kreti shrejtë. kemi kalu me një shtek Malboro gjdo ndales ndizne nga një pejneve, a e ka pos një kënd që aty ull, edhe kongën e Zhuj Selmonit e kemi këndu minimum 50 herë. Deri so kemi më rri, se rrugë e gjatë, Renault 4 e ke parasysh, maksimum i 70 në orë, edhe deri sot doja na tha, boll tha me këtë Zhuj Selmonit, tha se mend mi qitë. Të kujtohet cili vit ka qenë? 85 ose 6, nuk jam shumë i sigur. Dëgjot, merrem i vesh. Ideja për me sjell armatim Kosovë, se një ditë do ta ndezim luftën, është shumë më herët. Shumë më herët. Tash po ta tregoj atë tjetrën, mbasi u çel kjo bisedë,
Me basin Rifat kam flejt një dhomë, kur kam mungu Gjaferi i Rezallës, ka qenë shok i dhomës ti, kur ka munguaj, mu më ka thonë, bocit rrisë të rish, gjumin të unë. E aty, Bacirif më ka tregu mu, se si një ditë s'kemi qare pa luftu me këta. Për mu ishte absurd, po tregoj drejt, isha student, isha... Kishe ëndra, jeta duhet Më ma... duke është një diçka ëndër. Qa studioje, Gjavit? Unë kam studiu në Prizren shkollën nalt atëherë, Gjevdet Dod, gjuhën angleze. A gjuhën angleze? Se kam përfundu, arsyet po dijen. Edhe nuk ishte interesant me mbaru shkollë, se kur e mbarojshë shkollën, ishe një mësus i përbuzun. I përbuzun, i ndjekun e besa, se Kuptohet, varet nga qka ona pimëson ekonomike, zonësat. nga ona ekonomike i përbuzun. Edhe pse mos me dalë, në gurbet, me Do më thonë, bopare, dilje her pas herë, edhe kam qenë një lloj turisti i lirë, sezonën e verës kam kalu më shumë jashtë deri vitet 90-ta. Pastaj Vitet 90 mbete këtu. Vazhdove me punu në ato vite ma, diçka po? Kemi pas biznes familjar, jemi vlezër të ndërtus, vllai ma është arkitekt, kemi marrë punë ndërtimi. Jem angazhu her pas her, po ju tregoj që ata që unë e mboj kontabilitetin, a realisht dilsha në shoqnin Shote Galica me ushtru me qifteli. I bje qiftelis? I bi qifteli, gjitha veglave popullore u bi. E kam fjallën, a i bje në kuptimin artistik, se tha për me i ra i bje që Ekzekutoj, po si mas nevojës edhe kështu. Çdo herë kam qenë, jam marrë me muzikë, Me muzikë. me art, në pjesën e artin, përgjithësi jem provu me aktrim, film, muzik, edhe Humor. më në fund, humor pa tjetër. Po kjo aktrimi e këto, e natyrshik, do më thanë, janë dhunti tua që dhunti të lindura. i ke mësu gjatë... Mi kanë zbulu shokët, miqt, edhe familjarët, po familjarët, me thonë drejten, her pas herë më kanë thonë, hec me punu, me shku atje, me Lej gro punës, lej, bishti i qiftelis nuk s'jel kur gjo. Realisht aty shkon ajo ma e mira, po nuk kam qenë aktiv tonë kohën. Jo dolja jashtë, jo familja, pastaj mbas martesës fëmija, e tjera. Mirë, po nuk ju kom ndo asë njerë artit përgjithsi. Po udhëheqja në radio, se unë mbaj me në mas luftës, ju më keni intervistu në Radio Drenas. Po, keni qenë mësafirë në Radio Ka Drenas. idea me udhëheq emision me ishte dëshirë? Kret ishte një rastësi, një miki imi, nëse munde në muj me përmend, Afrim Zogaj, vllavi i Bislim Zogajt, e kishte në përgjithësi atë radio, edhe në kafe si për ty ne ty bu më abet, tha pse s'po vjen, tha në radio me provu diçka. Edhe shkova unë, e provova, duhet mirë, edhe u pëlqeva dhe nga dëgjusit, hala më kujtojnë disa dëgjus ke qenë shumë mirë e tjera, por nuk ka zgjatë shumë, pastaj edhe ata u ndonë prej asoj pune. Por në këto humoriadat ke marrë pjesë si individ, apo ke pas grup të organizuar? Në humoriadën e parë, kur jam shpërbly si aktori maj mirë i ditëve të humorit, juri e kom pas Rifat Kukaj, Daud Demoku, Kasapolli, Afrim Kasapolli, edhe një përfaqësues i komunës, së më kujtohet cili ka qenë, se është dash dikush me qenë prej... I komunës aty? Aty e kom marrë venin e parë si aktori maj mirë, ishte një betfasi... Qka lujte? Lujta, është edhe kjo pjesë interesant. Me shok që ushtrojshim, me erdhi një ide me i ro defit. Po me i ro defit si moshkull më duke është e pak. Edhe e bona një provë të shpia, në Orlat, në Bortemin, i vesha një por dimia, një këmish të nonës, një elek dvunicës, një kunotës, një shami nërfyt, edhe dole shkova të boba mi full. A ishte ullë në barë. Edhe më po kështu, si e oqë, e ndryshova zonin, mirë me oqë, që është një e një mirë. Edhe tjertë po qeshnin familja. Edhe më po kështu, tha pa, ti je, tha pa, se më trullove. E aty edhe është provimin se bën me botë. Edhe i kam këndu me def edhe defin. E zotë në mirë, i kam këndu juris, Rifat Kukajt ndjerë,
Dhe o demokut, ja kom këndu një kong të qikave Aty tona. për aty, si bejti i bëje? Me erdhe ashtu. Ti, për shembull, Dao Toga, ku e pa të shpin, me një kullëm me filonin, i ishin do personazhe atëherë, dul shumë qesharoke, pastaj një barcolet, pastaj një tregim tjetër tonës të tovës, edhe përfundova me venin e parë. Edhe kom marrë një orë muri, plastikës, mu ka djeg. Edhe një minionit shtypun aty, aktori më i mirë i mbromjes, Xhavet Bujupi. Ishte gjithë shka për mu. Sigurisht, një moment kështu i... Humoriadën e fundit kemi marrë pjesë me grup, si grupi i teatrit Glogovsit atëherë, Drenosit, mbas një jave ka ndodhur Qirezi Likoshani masakre. Kurse solla ka qenë e stërmbushur, do më ajo bina e ke parasysh, Shtëpi Kulturës. Se vinim na ka një herë me do koncerte. Po, çdo herë kam qenë aty. Edhe ishte aq e mbushur sa policët që e kontrollonin pjesën aty, s'kishin mundësi me hy brenda. Hypshin në skenë edhe shifshin si po shkon ngjarja. Me gjenrome kemi pas të ftuar special, ka dalë me rolin e ushtarit të qykës, të improvizu, të i dalë prej lugave me një mask, një shale lidhe dhe këtu. Ata që e din, kjo ka ndodhë, dëmohon, një javë apo 10 ditë para ngjarjes Qirez Likoshan. Edhe mo, s'ka zhvillu aktivitet, ka u bo luftë. Ta çfarë po bën? Pas Drenosit, do më thonë, kur jam shpengur, ka marrë me jetu në fushë Kosovë. A erdha dhe ti për këmina, ja? Po erdha. Nuk erdha krejt Prishtinë, se në Prishtinë e posh. Clintoni tha bom, unë bush, edhe unë ola në fushë Kosovë. I kisha problemet vendosje, ndrim, vendbanimi, fëmijët mi sistemune për shkolla, ishin shkollat mesme, fakultete. Edhe para një 4 vjete, një gjirim të nderuar i junë, Burim Krasniqi, Miki Përbashkët, e takoj e Kuronin me ekipin e ti, të i morë ca intervista për televizionin e ti, edhe u përshëndetëm. Kush je ti, kush jam unë jam këtu, shtëpia ti kemi largësi ajrore, 200 metra njëri për tjetrit. Kynë terazë, çdo herë shë shtëpinë tam, o borrin. Edhe prej asoj dite mo jemi bashkë, kemi fillu punën, kryesisht bëj tekste, të kongve, i shkruaj, me Kuronin është shumë letë me shkru. Sepse kur i jep ti mendimin, ta jep me pik, me presje, edhe jo zë, se nuk ndohet mirë, e shtim një germ tjetër, një fjallë tjetër, fillimin... E Kuran Krasniqi heki, E Kuran Krasniqi miku jumë. Mirë, je babaj i një koloneli. Jam tash djalin e madhe kam oficer t'nalt në ushtrinë e Kosovës, fësë këtë tash me shkurtesa. Lëvizje mirë e shpetë, jam shumë i knaqur, mirë po... I e gjavet, kështu... Karoseria ma duket shumë i ri. Mirë, janë $1 nga pak, po mirë jam. Nga pak, kushineta. Kushineta që i thoi ta. Mirë jam. Edhe je i knaqur, je i lumtur që... Shumë i lumtur me djalin që e kam këtu. E shef djalin të ndë oficer të ushtrisë. Ajo ishte ëndra ime që t'jem edhe une pjesë e ushtrisë, por ashtu ndodhi edhe ma plëtsoj dëshiren. Kështu i gjatë, i malë 2 metra... Edhe djali mirë është. I kanë gjo babit. I kanë gjo babës. Sa fmiki? I kam 3 djeme një vajzë, mirë po 2 tjertë, se kjo është i madhe, kanë shku jashtë. Jashtë? Njoni në Zvicër, tjetëri në Suedi, vajzën gjithashtu një vajzë e kam, edhe ajo në Zvicër, të më thonë, kjo është për keqardhje që apo ndodhë me neve, mirë po, fati ju në është... Dohet bëjmë të punojmë që njerëzit tanë të mos na ikun jashtë, edhe pse mërgata ti vete ke përjetu një periudhë që 50 vjetë më gjavit me të thonë drejten, na monë. Po. Na monë, se vinë pare, kështu të thapë. Se na fresh kapital nuk kryojmë shumë. Jo, burimi kryesor... 1 miliard eksport e 9 miliard import. Kjo është e vërtet. Dhe një dit, qka i the e Kuronit, do ma një kongë edhe mu se vallahi ta... Realisht a im tha mu. A i tha ty. Se kur rishim najet lira e me Zhasharkin, ose Qiftelin, këndojsh. E tha,
Ti tha duhet me pas një kongë, tha, të këndu me tonën. As ke pas tjetër? Kam provu, po, kam provu ma heret, një klip e kam vitit 2006, gjithashtu një baladë si kjo që do ta ndëgjojmë sonte. Mirë po, si kur e lashonash. Edhe jo, tha, Hekuroni, do më heki është njeri i befasive. E kemi bo një tekst për një kongë që do të këndohet ma vonë, arsyet janë natyres tjetër, inshallah do të zbuloj të ti, edhe e bom një kongë dul mirë, e mbojmë në arkiv, deri sot i vi momenti me këndu, kurse ma vonë, provume dhe disa tjera. Qka movimenti Xhavet, do më thonë, duhet luftarët e lirisë më shlirue, me orë në Prishtinë, e na mja u flukove. Privatësi ka më të thonë, ki më kuptu pse, mirë po, është një kongë që do t'i vi momenti me shfaqë, për ndryshë është e gatshme. Pastaj mi ka bod disa kongë, për dëshmor, kam këndu për Flamurin Kuqezi, e kam të realizu me si klip, një dëshmorit tonë atje mentor Morina, ja kemi bo një kongë, se shpeti do t'ja bojmë realizimin e klipit. Të mon, më ka shtin rjedha, më ka këthy një jetë. Ka këthy në vete. I lumëtur për këtë. Shumë i lumëtur e falenderoj, s'ka mënyrë që shta të falenderoj vetëm kështu për mes ekronit një falenderim për jetë. E Xhavet, ishte knasi që t'kisha musafir. Falenderit shumë për ftesën, nasia është komplet e imja. Faleminderit që ma ktheve borxhin. Gjithashtu. Se ta kësha kënu këthema borxhin, e këthema borxhin si i liri, dhe më erdhe dhe ti mua musafir një ditë në spektaklin tonë, këtu në Odeon. Besoj edhe që edhe kam tjera do shpalosim, edhe vazhdo, ne kemi fatin e mirë që ta dëgjojmë në vazhdim këngën që ka titullin? Në dritën e hënës. Në dritën e hënës. Teksti? Është një baladë, këtë tekst e ka fillu një vajzë, emrin e ka Hedije Latifi, kur i thash ma gjej se është një kohë gjatë që me i ka pasdon vargjet, ma dërgoj jo të kompletume. Edhe i ashtuva, e koronin e kisha aty, edhe e bom një balad, besoj që do të pëlqejet të publiku, brenda soj ka pak kujtime, se edhe mosha bënd vetën. A jenë kujtime të tjerë ma atuat? Jo, ti këndojmë do më thonë... Xhavet mos prekum në i sen? Jo, nuk do të rrezikojmë që rrezikojmë, shtu në... Po, do të kujtojmë dashurin që është zbe si figurë, si fytyrë, ashtu e ka dhe për mbajtjen, me zje njofta, mirë po dashuria ekziston ende. Ne të mbajmë të uartë, të urejmë shumë sukses në rrugtimin tëmë, tani artistik, një dëshirë akoma e pa përmbushur mjaftueshëm, edhe që bëhet një moment, një tik ku përndizet edhe shumë bukur, sepse zërin e ke, mundësit janë, tani bëjmë gjërat bukura, gjërat artistike janë ato që kultivojnë shpirtin edhe mendjen e njeriut dhe i qojnë gjërat lartë në atë etrin e asaj që quhet jetë mirë, shpirti mirë, përbajtje mirë, pozitive, energji e kështu më radhë. Do e tërkitjet e botës kemi në t'i dhonë. Faleminderit shumë. S'kena për ty, Xhavet. Faleminderit shumë. Në dritën e hënës, fytyrën ta shoh, ke pamje krejt tjetër, me zi të njoh. A thua val vite, të ndryshuan ka që shumë, apo brengat që i baje, fshehur nga unë. Zjarri dashurisë të kunë kur su shua, sonte kjo dritën e të ngjallë thellë në mua.
Zjarri I dashurisë tek unë kur su shua, sonte kjo dritane të ngjall dhe me mua. E heshturin pra meje, me zemra me troke, dashuria jo su shua, por kujtim na mbe. Le të vije agu I ditës, të na shuaj këtë marë, ta shoh pra buzëqeshjen dhe të ndjehemi gjallë. Zjarri I dashurisë tek unë kur su shua, sonte kjo dritane të ngjall dhe me mua. Zjarri I dashurisë tek unë kur su shua, sonte kjo dritane të ngjall dhe me mua. Zjarri I dashurisë tek unë kur su shua, sonte kjo dritane të ngjall thellë në mua. Thellë në mua. Edhe sonte ishte kjo të. Qeni mirë, emëroni bukur, bukur edhe e zgjohuni në zgjohuni në paqe të paqe. gjithë. Natën mirë, mirë paqe mjavës tjetër. Natën.